Një 60 vjeçar nga Dibra, i cili ishte në kërkim prej 27 vitesh, është arrestuar në Angli. Sabri Sopoti, i cili në momentin e vrasjes ishte vetëm 33 vjeç, është arrestuar në Britaninë e Madhe pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. Policia bën me dije se si rezultati i koordinimit informativ dhe operacional nëpërmjet homologëve të Interpol Tiranës dhe Interpol Manchester në kuadër të operacionit të koduar The Wanted, u kap në Angli me qëllim ekstradimi në Shqipëri shtetasi i shpallur në kërkim ndërkombëtar Sabri Sopoti, 60 vjeç. Gjykata e Dibrës e ka dënuar këtë shtetas me 24 vite burgim për veprat penale, vrasja me paramendim dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Ngjarja e rëndë mësohet se ka ndodhur me datë 24/12/1999, ku shtetasi Sabri Sopoti ka vrarë me armë zjarri tip automatik shtetasin BK. Interpol Tirana vjon bashkëpunim me Interpol Manchester me qëllim ekstradimin e 60 vjeçarit në Shqipëri. Sabri Sopoti pritet që pas ekstradimit në vendin tonë të vuajë dënimin prej 24 vitesh, i dhënë nga gjykata e Dibrës 27 vite më parë.